Kapitulli, që tërheqësh ajo që të frigon. Dhe unë kam frikë prej 10 milion dollarësh. Nuk është çudi të thuash që ne tërheqim atë që kemi frikë më shumë. Po, më kuptoni mirë. Nëse ti ke frikë nga qenë, do të sulmojnë qenë më shpesh. Nëse ke frikë nga lartësitë, do të kesh momentet e tua lartësish mikropaniku. Dhe nëse ke frikë nga 10 milion dollar, po, mirë e lexove, 10 milion dollar, atëherë gjërat bëhen shumë interesante. Frika ime e madhe, 10 milion dollar. Në fillim, duket si ëndra e çdo njeriu, kush nuk do të donte 10 milion dollar. Por unë kam frikë. Po, se me kaq shumë para, s'di çfarë të bëj. Do më duhet të blej një shtëpi me 20 dhoma, ku nuk do gjej dot asnjë vend për të fshehur kur të më kërkojnë llogari për çfarë kam shpenzuar. Plus, do më duhet të gjej një avokat për të menaxhuar gjithë ato letra dhe taksa, dhe unë nuk kam as numrin e telefonit të ndonjërit. Problemet e mëdha me milionat. Me 10 milion dollar, problemi im kryesor nuk do të jetë më çfarë ha sot për darkë, por cilën vilë të zgjedh për pushime. Do më duhet të udhëtoj me avion privat dhe unë kam frikë të fluturoj pa qendrën e makinës me mua. Dhe po, duhet të filloj të mendoj për sigurime, pronar shtëpish që të vinë në çdo moment, dhe si të shmang kolegët që do më kërkojnë hua me kamadh. Si ta shmang këtë fat? Ndoshta duhet të filloj të them me zë të lartë, unë friksohem shumë nga 10 milion dollar. Ndoshta në këtë mënyrë, universi do të më kursyej dhe do të më sjell vetëm qindra euro, që mund t'i llogaris me qetësi pa u trembur. Por kush e di, ndoshta kjo frikë po funksionon si magnet dhe po tërheq pikërisht atë shumën. Në fund, të kesh frikë nga shumë para është një luks i ri, apo jo? Kur frika të bën magnet. Në fakt, kjo është ajo që ndodh, ajo që friksohesh të tërheq. Kështu që për sa kohë që unë trembem nga 10 milion dollar, universi mund të jetë duke përgatitur një surprizë të madhe. Por unë jam gati me shaka, sepse në fund të fundit, me kaq para, edhe problematikat janë më të bukura. Do më duhet të mësoj të dal në përmbrëmje me një sy gjysmë të hapur për të shmangur miqtë e rinj që do më kërkojnë gjëra. Më shumë para, më shumë kokçarje. Kur e mendon mirë, të kesh 10 milion dollar është si të marrësh një mace me 9 jetë dhe secila jetë ka përgjegjësi të ndryshme. Do më duhet të mendoj si të investoj, si të ndihmoj familjen, si të shmang kolegët që merren me biznes që të ngjajnë shumë me ata që kërkojnë huan prej teje. Për më tepër, do më duhet të qëndroj vigjilent edhe me llogarinë bankare, sepse çdo klik i gabuar mund të bëhet një dramë financiare. Mësime për të ardhmen. Në fund të fundit, kjo frikë prej 10 milion dollarësh më ka mësuar diçka të rëndësishme. Ndonjëherë frikrat tona janë më të mëdha nga sa duhet dhe na bëjnë të shpërqendrohemi nga gjërat e thjeshta dhe të bukura të jetës. Dhe ndoshta është më mirë të bëjmë pak shaka me to, sesa të stresohesh pa nevojë. Thënie. Të tërheq ajo që të frigon. Unë jam shumë i friksuar nga 10 milion dollar. Mbyllje kapitulli. Pra, në fund, mos u trem nga frika tënde, por mëso ta shndërrosh në një shaka. Sepse ndoshta, në vend të problemeve të vogla, do të përballesh me një tufë problemesh të mëdha, por me stil. Dhe në fund të ditës, me pak humor dhe pak guxim, çdo gjë është e mundur, edhe të kesh 10 milion dollar në dorë dhe të mos të dal pllak.